Përshëndetje të gjithëve. Sot kam përgatitur një recetë të shpejtë dhe të mrekullueshme. Janë speca të kuq turshi, të përgatitura në vetëm 10 minuta në tenxhere presioni. Plot shije dhe pa lodhje. Mund t'i konsumoni sapo të ftohen plotësisht. Këtu kam 1 kilogram me speca të kuq, i kam pastruar nga pjesa fundore, i kam lar, i kam lënë të kullojnë dhe i kam gati për t'i gatuar. I vendosim të gjithë specat e radhitur në tenxherën e presionit. I shtoj një tuftë mirë me majdanos, pa e prerë majdanosin, po në deg si është. Disa gjetheta fine. Do t'i shtojmë disa kokra piperi të zi. Më pak se një lugë çaji krip. Marrim 3-4 thelpinj hudhre, paret sa të mëdha janë hudhrat. Kur i shtyp me thik ato pastrohen më me lehtësi kështu. Nuk do t'i presim, thjesht do t'i shtypim dhe do t'i vendosim në tenxhere. Është shumë bezdisë ky pastrimi i hudhrave. Ndaj kjo metoda e shtypjes është perfekte. Shtojmë 2 filxhan kafeje me usull rrushi kam unë. Mund të përdorni usullën që ju dëshironi. Është 9% aciditeti i saj. 1 filxhan të kafes po me vaj ulliri. Kripën ja shtuam pak më parë, më pak se një lugë çaji krip. E mbyllim në tenxhere presioni dhe direkt në zjarr. Do ta lëm 10 minuta në zjarr, por 10 minuta do t'i masim nga koha e pikës së vlimit. Shikoni kur ka filluar të nxjerrin avull dhe të japin atë zhurmën tipike të tenxherës presionit. E kemi lënë të ftohet plotësisht, sigurisht që ka zier. Në këtë moment është gati për të konsumuar. E pabesueshme sa shpejt bëhen dhe sa të shijshëm dalin. I përgatita në tenxhere presioni dhe rezultati është perfekt. Janë plot shije, aroma që të kujton turshit e dikurshme, por pa i pritur gjatë. Ideale për drekë, për darkë, apo si meze pranë një pjate me mish, apo me djathë të bardhë. Në fund fare, nëse dëshironi, mund t'i shtoni sërish vaj ulliri dhe e keni gati për të konsumuar. Mua më pëlqen edhe ky lëngu i turshive. E konsumoj dhe këtë. I shtojmë edhe pak vaj ulliri dhe turshit tona për 10 deri në 15 minuta maksimumi i keni gati për t'i konsumuar. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Nëse ju pëlqeu receta, mos harroni të bëni like, blini një koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Ju falenderoj që më ndiqni.